Ngjarja tregohet te pejgamberi alayhis salatu wasalam dhe pas kësaj zbrit ajeti I dytë I cili e ndalon alkoolin gjatë ditës. I dyti ajet thot wala taqrabus salata wa antum sukara. Mos ja afroni namazit derisa ju jeni të dehur. Dhe muslimat, po ka thonë në namaz, kur të vini, t'jeni të rëzum, do më thonë, mos t'jeni të dehur, dhe ditën nuk e pinë masjatësie, derisa vend ajeti I katërt, I cili thotë Allahu dhul xhelal I treti, ja ju alladhina amanu innama al-khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shejtani fajtanibu, o ju të cilët keni besuar, alkoholi dhe komari janë lojra të shejtanit të fliqura, fa ejtanibuhu dhe largojnë larg asaj.